Avokat, nëse gjesti e ndjek në mënyrë ligjore pasi të dalë nga Big Brother, sa rrezikon Jozi? Është një dënim, është një dënim e gjobë, nuk është se ka një paftësi mbi 9 ditë që mund të shkojë deri në 6 muaj. Pra, kemi të bëjmë thjesht vetëm me një goditje, një shpull, një grush që nuk i shkaktoi një dëm të madh. Por nga aspekti civil, pasi të dënohet personi, mundet të kërkojë gjesti një dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar në sy të publikut për cenimin e integritetit dhe reputacionit të tij në publik. Por është proces tjetër, pra duhet përpara të ndiqet ana penale, të dënohet personi, të marrë vendim në formës prerë dhe të në procesin civil të kërkojë për dëmin e shkaktuar në sy të publikut, sepse shpulla, goditja dhe çdo gjë që është bërë në kuptimin pa konsensus nga pala tjetër, pra duke qenë se mund të ishte një shaka me thënjza, nuk është ndonjë problem penal apo civil, sepse njëri tjetrit e shtyn apo bën diçka, por në rastin konkret kemi të bëjmë me një dëm të integritetit fizik, reputacionit, cenimin e nderit dhe gjitha këto, normalisht që gjesti mund të drejtohet gjykatës edhe civile të kërkojë dëmin e shkaktuar nga kjo sjellje e cila nuk është sjellje njerëzore, por është sjellje, do thoya si dhe shumë e tmerrshme